Mund të ka përfundet, pa. Gati? Të nderuara media, të nderuar qytetarë. Hipokrizia në këtë shtet ka emër dhe mbiemër, ajo quhet BDI. Ata që përtasin më së shumti për shqiptari janë pikërisht ata që kur kishin gjithë pushtetin në dorë, i lanë shqiptarët si mos më keq, ndërsa veten e rahatuan me poste, tender dhe xhepat plot. Prandaj para se të na shesin patriotizëm të rrejshëm, është mirë t'u hapim arhivin. E kur hapet arhivi i tyre, dalin gjëra që opinioni duhet i di. Pikërisht kjo parti, që sot nga opozita flet për çështjen shqiptare, në kulmin e pushtetit të saj, më 4 maj të vitit 2010, në Kumanov, bëri që gjuha serbe të futet në përdorim zyrtar në këtë komunë, edhe pse serbët përbojnë rreth 6.5% të popullsisë. Këtu kemi dokumentin. Pra, e zeza mbi të bardhë, kjo është tyra vërtet e BDI-s. Pra, kur duhej të zyrtarizohej, Serbishtja në Kumanov kishte zell vote vullnet. Por kur duhej të zgjedheshin hallet e shqiptarëve dhe gjuha shqipe gjithmonë kishte zvarritje. Pas këtij dokumenti natyrshëm lindin disa pyetje. Pse gjithaj kujdes për serbishtën në Kumanov, ndërsa për hallet e shqiptarëve gjithmonë kishte pengesa e vonesa? Pse nuk e patën të njëjtin vullnet për provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe edhe për përfaqësimin e drejtë edhe adekuat? Për më shumë se 20 vite rresht, shumë çështje të shqiptarëve i lanë përgjysmë, me logjikën shkeleshko. Vlen nuk është kundër zyrtarizimit të asnjë gjuhe, por është kundër hipokrizisë politike. BDI flet për shqiptarët kur është në opozit, vlen punon për shqiptarët kur është në përgjithësi. Ky është dallimi që asnjë propagandë e tyre nuk mund ta mbulojë. Ju falenderit.